institucioni më i lartë juridik politik në vend dhe është fjala përfundimtare që duhet vijojë më tutje, edhe që ta hap rrugën që mos ta bllokojnë eventualisht zgjedhjen e një nënkryetari nga ky subjekt politik. Edhe kjo do të kishte me qenë pjesën e elaborimit në fillim që desha me bë për këtë aktgjykim që ka dalë sot. E para, na pëlqej, na ra mirë, s'na ra mirë. Zoti Basha ka qenë kryetari i Parlamentit të Kosovës i zgjedhur me votë demokratike prej deleguesve tonë atje. Prandaj çdo lloj konstatimi me aspekt s'po quaj linçues, po tult debatit, unë besoj që nuk është fair, nuk është korrekt nga ana jonë. Pra, një kryetari i kuvendit i cili plot 8 herë nga 3 herë i ka thirrë për të votu dhe nuk i kanë marrë votat në kuvendin e Republikës Kosovës dhe ka dalë pastaj te kandidati që ka sa listën serbe. Domethënë, proceduralisht Zoti Basha ka shku krejt me rregull. Zoti Basha nuk mundet mi shti me zër me votu as i deputet, as dje e as Zoti Basha i nesërm. Prandaj gjykata kushtetuese me këtë gjykim është dashur vetëm nxjerrën një paragraf tjetër, me thonë nuk ka nevojë mu votu hiç. Ai shkon në mënyrë automatike përfaqësuesi serbëve i subjektit që merr mas shumë ti vota. Okej, po na imponohet. Tash aty çka ka ndodhur me çto? 61 vota duhet mi kanë për mu zgjedhë në kryetari nga pakica serbe. Që se votojnë. Unë me pasën deputet nuk i kisha votu. Edhe pse nuk i kisha votu, e tha Zoti Krstić. Në aspektin demokratik, në aspektin e legitimitetit, komplet pajtohem se në demokraci shumica qeveris mbi pakicën. Në këtë rast lista serbe ka marrë numrin më të madh mandat, por është legjitim. Por funksionimi i saj mbrana shtetit tonë është larg asaj për çka është e thirrur. Është kontraproduktive për integrimin e serbëve, për çka na kemi bë gjithë atë hapësirë në kushtetutën tonë për mi bëu një mirë komunitetin serb. Në anën tjetër është komplet një organizat që të na është e regjistruar si parti politike, e cila është komplet në vijen e qeverisë së Serbisë, e cila ka pretendime edhe territoriale ndaj vendit tonë dhe çdo moment e pret atë. Prandaj lista serbe i tha Zoti Krstić fillim, qëllimi i saj është kontraproduktiv dhe në këtë aspekt është shumë legjitime që secili deputet i cili din krejt këto fakte nuk mundet me çu dorën përpjet për me zgjedhjen e kryetar. Prandaj gjykata kushtetuese me këtë aktgjykim e ka përziluar edhe më tepër për mendimin tim. Po, vetë të paktën sta elaboroj, pastaj mundesh mos më pajtu. Si po ndodh ka që në aktgjykim i gjykatës kushtetuese thotë që subjekti i por që i fiton zgjedhjet e ka kryetarin e kuvendit, pra drejtën për propozim dhe aty nuk po dufka me najt në sallë mi a votu. A këtyne patjetër po dufka mi a votu. Tash gjykata kushtetuese për dikan është nënë, për dikan është njërk. Ose kthehemi tek zgjedhja e presidentit. Gjykata kushtetuese thotë që duhet me qëndru në sallë. Nuk po i thotë votu për. Tash këtu na po mëshme me lujt këtë kartën që jo s'du të menajt pse pja imponanti deputetve të Parlamentit Kosovës me zgjedh institucionet. Pro këtu gjykata kushtetuese me qëtë aktgjykim është e vërtet, pajtuemi me kolegët që një farë blokade e ka hek edhe ja ka hek pak një farë telashi edhe deputetet dhe dosës që me thonë fundja fundit kjo është aktgjykim edhe na duhet me respektu dhe Zoti Basha nuk ka thonë nuk e respektoj Fidan. A veç ka thotë që nuk pajtohem edhe është e drejtë e botës ti mos nuk pajtu. Prandaj po them, është e drejtë sikurse e jotja, e imja, e ashti, e asajnë, këtë republikë që jetojmë me dhomë ndimin tonë. Ne nuk po themi hajde qohemi dolmi në rrugë.